Rikthehemi sërish në studio për të folur për atë temë që unë e prezantova që më herët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Flasim për internetin dhe kërcënimin që sot i bëhet fëmijëve në përdorimin e tij. Sigurisht që është një formë e cila na hyn në punë të gjithëve, po përballë fëmijëve mbetemi skeptik nëse ata e përdorin për të kaluar kohën në lojrat e tyre, apo për çfarë. 1 në 4 fëmijë sot, të paktën pretendohet, në Shqipëri nuk e di sa i saktë janë, po të diskutojmë, është i kërcënuar apo është dhunuar në formën kibernetike në internet. Do të diskutojmë këtë pjesë, por do të këshillojmë prindërit sot, do të flasim për ato mënyra si mund të mbrohet një fëmijë dhe çfarë ndodh në realitetin shqiptar. Kam nderin dhe kënaqësinë që të rikthej në këtë diskutim psikologen e preferuar në fakt të One Morning, Gorila Pampuri. Mirë se vjen e dashur, kënaqësi që je këtu. Kënaqësi është shumë e madhe dhe imja që jam këtu. Sigurisht që flasim me miq të mirë të kësaj studioje, bashkëpunëtor të kahershëm siç është edhe World Vision. Unë kam kënaqësinë që Barata Qoka nga World Vision ta kem sërish në studio. Mirë se vjen. Ju nuk ndalim punën për fëmijët, me fëmijët edhe në të mirë, jo vetëm të tyre, por edhe të komunitetit. Mirë se vjen. Mirë si o gjeta, është kënaqësi që jam këtu dhe që i kushtohet kaq vëmendje kësaj teme që është shumë e prekshme dhe e nevojshme. Është e rëndësishme edhe sigurisht që duhet të diskutojmë, do të diskutojmë edhe me një mikesh të këtij transmetimi. Kohë më parë kemi pasur këtu për të prezantuar librin e saj, studimin historik në lidhje me lëvizjen e lirë të shqiptarëve në Europë, por këtë herë ajo do të vijë si një specialiste drejt për drejt e cila merret me këtë çështje dhe e njeh mirë në maj të gishtave legjislacioni në fakt për këtë gjë të cilën ne do të diskutojmë sot në studio. Kam nderin që Eriona Canaj ta rikthejmë sërish në studio. Mirë se vjen e dashur. Faleminderit, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Megjithatë, është gjithmonë besoj një kërcënim interneti sot, jo vetëm për fëmijët, por kur është për të rriturit mendo se çfarë ndodh me fëmijët. Ka një lloj abuzimi, Rol, kam idenë që sot prindrit gjejnë shpëtim tek interneti për të qetësuar fëmijët e tyre, apo jo? Është vërtet. Madje jo vetëm nga interneti, por nga të gjitha pajisjet e tjera digjitale. Janë shndërruar në një farë mënyre në një babysitter të heshtur ose të padukshëm në familje, ku fëmijët, prindrit gjejnë preje për të lënë fëmijët, pa ditur se ku i lënë, pa ditur se çfarë informacioni marrin internetin. Në fakt, unë Klevi jam dhe përkthyese e një libri që është për fëmijët dhe adoleshentët. Dhe një ndër kapitujt e librit që i më shohet fort faktit që interneti është i dëmshëm, aq sa është dhe i vlefshëm. Nuk duhet jemi të prerë që është i dëmshëm, por është i vlefshëm nëse frekuentohet në masën e duhur, pra në orët e caktuara, në minutazhin e caktuar në bazë të moshës. Në fakt është ndërruar në një mjet në cilin ne kemi besim të lejojmë fëmijët. Në fakt është mjeti që duhet i lëmë më me pak besim. Sepse prindrit sot duke qenë që janë të përfshirë në punë, kanë impenjime të tjera, jeta është bërë më intensive. Mënyra më mirë për të ndejë fëmijët sot është interneti. I ofron lojra, por nëpërmjet këtyre lojrave mund të marrin dhe shumë materiale të tjera, mund të navigojnë në shumë sajte, të cilat shpeshherë janë të pa kontrolluara. Thash minutazhi është shumë i rëndësishëm. Në fakt nuk bëhet fjalë që 0 nuk diskutohet, por deri në 3 vjeç fëmia të prek internetin, të prek këto pajisje digjitale, pasi është periudha në të cilën fëmia kërkon më shumë kreativitet, kërkon më shumë lojra që të nxisin kreativitetin tek fëmia. Më pas mendohet që nga mosha 5 deri faktikisht mosha parashkollore, fëmia të kalojë 20 deri në 30 minuta në të gjitha pajisjet digjitale, përfshi këtu internet, televizion etj. Dhe 7 deri në 11 është menduar 1 orë deri në 1 orë e 20 minuta. Mendoni tani se sa rrin fëmijët tanë, çfarë ndodh, sepse e gjithë pjesa tjetër e kohës duhet përfshirë me aktivitete, me që fëmia të jetë sa më social, socializimi e bën më aktiv, e bën më kreativ, dhe ndikon shumë në formësimin e një personalitetit të shëndetshëm të tij. Si mund të abuzohet një fëmijë në internet? Llojet janë nga më të ndryshmet. Në radhë të parë, duke u fokusuar dhe tek ajo që tha kolegja, kemi aksesin në internet. Do të thotë që ata janë viktima të mundshëm të abuzimeve online. Do që ky fenomen nuk ka ndodhur në Shqipëri, realisht ka ndodhur në vitet 80, pothuajse në mbar botën me përhapjen e internetit, kështu që realisht është një fenomen që ka të mirat e veta, sepse interneti, le të themi, përkthehet në një rrjet ku e përdorim dita ditës, në çdo moment të ditës edhe në kohë tepër të zgjatura. Ndërkohë ashtu sikurse si bota reale edhe bota virtuale, ka të mirat e saj, ka dhe të këqijat apo ka dhe kërcënimet.
Kuptohet që kur bëhet fjalë për të rriturit, atëherë çështja është më ndryshe, por kur bëhet fjalë për fëmijët, sensibiliteti dhe përkujdesja apo le themi meraku duhet të jetë akoma më i madh për shkak të abuzimeve që mund të ndodhin online. Unë do doja të më shoja faktit të ndanin pjesën sociale si fenomen dhe të ndanin pjesën edhe juridike, le themi ligjore. Nëse do ta marrim nga pikpamja sociale, pra si fenomen, kërcënimet online janë nga më të ndryshmet, abuzimet online janë nga më të ndryshmet. Në radhë të parë, fëmijët kanë akses në materiale pornografike, që është pjesa le themi më delikate edhe e trajtimit të këtij emisioni. Gjithashtu kemi dhe aksesin në materiale pedopornografike, kemi shfrytëzim të miturve nga ana e personave në moshë madhore për le themi shfrytëzimi të miturve për të krijuar këto materiale pornografike ose pedopornografike, por nga ana tjetër kemi edhe mashtrimet online, kemi dhe vjedhjet online, të cilat futen tek ajo pjesa e përgjithshme e krimeve kibernetike që ne ndryshe do ta themi edhe pirateria informatike. Në fakt në Shqipëri, ashtu sikurse edhe jashtë, po edhe në vendin tonë, është kthyer në një kërcënim real dhe serioz. Kështu që unë në fakt ju përgëzoj dhe për emisionin sepse këto janë tema të cilat nuk dalin asnjëherë nga rendi i ditës për shkak të rëndësisë që kanë. Ne kemi bërë disa studime, unë vi nga Fakulteti Juridik i Universitetit Evropian të Tiranës, ku kam sjellë edhe le themi një punim në një revistë shkencore Jus and Justitia bashkë me kolegun Fabian Zhilla, që janë tema të reja të së drejtës, pikërisht pirateria në internet përbën sot një kërcënim real edhe për Shqipërinë. Pra nuk duhet le themi të jemi indiferent ndaj këtyre fenomeneve që po ndodhin. Kuptohet që sfidat janë shumë të mëdha, si për ligjvënësin, ashtu edhe për zbatuesit e legjislacionit. Por që kjo do të çfarë duhet të bëjmë dhe si sot dënohet një sulm kibernetik. Në realitetin shqiptar çfarë ndodh? Juve jeni çdo ditë duke vëzhguar, duke ngritur projekte, së fundmi është bërë edhe një rezolutë e cila është dorëzuar instancave të linjës për këtë çështje. Çfarë ndodh në Shqipëri? Unë kam theksuar dhe herë të tjera që si organizat ne si World Vision punojmë 11 rrethet e Shqipërisë me 33.000 fëmijë dhe mbi 2.000 të rinj. Dhe në 2-3 vite më parë pa një formë re abuzimi, një formë re ngacmimi, dhe na erdhi nga fëmijët shqetësimi i ngacmimeve online direkt nga terreni. Dhe si World Vision donim ta masim sa e vërtet është kjo për fëmijët me të cilin ne punonim. Kështu që në vitin 2013-2014 ne bëm një studim me rreth 900 fëmijë nga 6 zona rajone të Shqipërisë dhe nga ky studim dolën shifra alarmante. Realisht më shumë se sa ne e prisnim. Rreth 47% e fëmijëve ngacmohen nga një i huaj, siç edhe u tha, dhe rreth 44% e fëmijëve shikojnë pornografi çdo ditë. Kur themi ngacmohen nga një i huaj, si ngacmohen? Ngacmohen, kontaktohen, seksual, nuk përjashtohet. Trafikuar apo çfarë? Kontaktohen nga të huaj dhe nuk përjashtohen ngacmimet online. Dhe rreth 40% e tyre janë shtetas jo shqiptar, duhet të them. Jo shqiptar. Sigurisht pastaj mund të aludohet se për çfarë ngacmohen si e tjerë që është një tematikë shumë e gjerë, por shifra në vetvete 47% e fëmijëve kontaktohen nga një i huaj që se njeh, është mendoj shumë alarmante për prindërit, për institucionet, për shoqërinë civile dhe për të gjithë. Duke mos harruar që rreth 82% e fëmijëve që u intervistuan kanë akses në telefona. Në internet, çfarë moshe kanë patur ta fëmijët? Fëmijët që janë intervistuar kanë pasur moshe nga 13 deri në 18 vjeç. 13 deri në 18. Po, 13 deri në 18 vjeç. Kështu që realisht ky problem është shumë aktual, është i prekshëm, gjendet në çdo familje. Është alarmant. 40 e ca. Dhe jo vetëm në zonat urbane, dua të them që ky studim nuk u bë vetëm në zonat urbane, u bën edhe në zonat rurale. Dhe realisht u pa që edhe fëmijët, edhe pse mund të jenë nga një kontekst i varfër, nga familje të varfra, atë në një farë mënyrë kanë akses online në kompjuterat e shkollës, në qendrat e internetit, në telefonat e thjeshtë. Kështu që është një problem që i përket të gjithë shoqërisë shqiptare. Rezultat që ndërtuat për të rikthyer pastaj tek alarmi që duhet këtë vit ne organizuam një forum në bashkëpunim me Ministrinë e Inovacionit dhe Administratës Publike, Ministrinë e Brendshme, të Edukimit, të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, dhe u përpoqëm të sillim aty sigurisht dhe ishin prezent fëmijë, prindër, mësues, sepse ky është një problematik që nuk mund të japë zgjidhje vetëm një institucion, duhet që secili prej nesh të ndërgjegjësohet dhe të japi kontributin. Kështu që fëmijët erdhën me një rezolut me kërkesat e tyre si ata e duan internetin.
rreth 100 fëmijë nga Elbasani, Tirana dhe Vlora u mblodhen së bashku dhe hartuan rekomandimet e tyre për internetin. Dhe disa nga rekomandimet shumë të fuqishme që erdhën nga ata është ata donin më shumë informacion nga prindrit, donin më shumë informacion dhe jo vetëm informacion mbështetje nga shkolla, donin të kishin një platformë online që t'i raportonin këto rreziqe dhe të gjenin mbështetje dhe kjo faqe online, pak a shumë siç është linja Alo 116, po kjo të jetë një faqe e dedikuar vetëm për të raportuar dhe për të zgjidhur këto që në real time e njëra ata të denoncojnë. Po, të ketë një kohë e përcaktuar me ligj, të ketë një kohë që nga raportimi deri tek zgjidhja të mos pritet pafund për të zgjidhet, sepse të zgjidhet. Kur themi mbi 40% të abuzimeve, kjo është alarmante, i bie gjysma e fëmijëve shqiptar të kërcënohen. Është vërtet. Dhe unë doja ta pyesja Bardën nëse këta fëmijë ishin të zonave rurale kryesisht apo ishin të zonave urbane? Jo më kot, po të pyes. Po, patjetër. Janë studimi përfshiu Elbasanin, Vlorën, Tiranën, qytete të mëdha, qytete të mëdha, por jo vetëm fëmijët në qytet, por edhe fëmijët në zonat ku ne punojmë pra në rang qarku, jo vetëm në rang ne ishim të qëllimshëm që të mos përfshinim vetëm fëmijët në qytet. Donim të kemshim gjithë përfshirje për të parë që realisht sa ekziston problemi edhe në zonat rurale dhe ky është problem për të gjitha zonat. Nuk mund të klasifikosh zonën urbane si më të prekshme apo jo. Janë më të rrezikuar kam iden? Jo, është vërtet. Fëmijët në zonat rurale prandaj e bëra të ndarjen dhe ne shpesh bëjmë të ndarjen dhe jo, domethënë është krejt e paqëllimshme. Bëhet ndarje sepse në zonat urbane kryesisht merret parasysh që kemi prindër më të përgatitur, ndërsa më të përgatitur për të përballur me fëmijët, kanë mundësi më tepër për të investuar në informacion. Po kanë mundësi informacione që të marrin ata me cilën ata mund të përballen më së miri me fëmijët. Them në zonat rurale sepse kjo dëshira për të naviguar shumë, për të ndetur me orë të tëra, për të shkuar më shumë drejt mosit, është prirje e të gjithë fëmijëve, të gjithë adoleshentëve. Domethënë sa më shumë themi mos, aq më shumë shkojmë çfarë ka për te aty mosit. Por them në zonat rurale sepse mungesa e komunikimit është një arsye e fortë që këta fëmijë të navigojnë dhe të shkojnë kryesisht drejt këtyre sajteve të ndaluara, të themi. Në fakt, unë kam bërë dhe unë kam tentuar si vjetë me studentët e mi të mos bëjmë atë detyrën e kursit që bëhet rëndom, kemi bërë diçka tjetër, mendova që secili prej tyre vinë nga rrjetet të ndryshme të sjellin eksperiencën e tyre, të bëjmë një pyetësor rreth dhunës, dhe brenda dhunës është dhe neglizhimi. Dhe neglizhimi, një pjesë e neglizhimit është dhe kjo mungesa e komunikimit. Nëse një prind nuk komunikon me fëmijën dhe brenda këtij komunikimi është dhe komunikimi për si t'i flasim fëmijës për seksin, sepse kryesisht neve vërtet jemi mbledhur këtu sot për internetin, por kurioziteti i madh në internet janë këto sajtet pornografike dhe sajtet të cilat kanë informacion rreth seksit, për seksuale, sepse është ajo të cilës ne shpesh i themi fëmijës mos. Ne duhet komunikojmë me fëmijën, duhet i japim një informacion jo të detajuar, por të detajuar për fazën në të cilin ai është, për moshën në të cilin ai është. Nëse i mungon ky informacion, atëherë ai gjëja e parë që do përballet, do të kërkojë një burim tjetër dhe përmes këtij burimi do të përballet me informacion jo të mirë, jo të shëndetshëm, i cili në një farë mënyrë do të deformojë psikën e tij, do të deformojë formimin e tij, personalitetin e tij. Dhe kjo është një dëm. Mungesa e komunikimit çon më shumë drejt këtij mosit. Sa më shumë komunikim mes prindërve dhe fëmijëve, aq më pak fëmijët kanë prirje, jo që zhduket, sepse drejt mosit prirja është gjithnjë e madhe për të shkuar. Një dukuri tjetër, përveç kuriozitetit që është reale, është që në kompjuterat e fëmijës, si në shtëpi, si në qendrat e internetit, si në shkollë, nuk ka filtra. Dhe nuk është se fëmijët shkojnë aty me dëshirën dhe me kuriozitetin për të vizituar një faqe jo të shëndetshme për ta. Por, në momentin që ata futen edhe për të kërkuar informacion, edhe për të bërë një detyrë ose diçka tjetër thjesht për të qenë në internet ose në rrjetet sociale, në ekranet e kompjuterave shfaqen informacione të padëshirueshme. Përdorimi dhe instalimi i filtrave është diçka që fëmijët vetë sugjeruan, por edhe kompanitë telefonike dhe ne kemi si organizat, kemi advokuar shumë që kjo të rregullohet me ligj, për të pasur filtra që mund të gjenden dhe falas. Edhe për prindrit kjo është një gjë që ne sugjerojmë. Kjo pjesë kam ide nuk funksionon fare në Shqipëri, ja? Filtri për sulmet kibernetike. Tani unë jam eksperte, le të themi, e internetit në këtë drejtim, megjithatë dy filtrat kryesor zakonisht që përdoren
quajnë janë anti-spami dhe antivirus. Do me thënë, këto janë ato filtrat kryesorë të cilët përdorin në mënyrë masive, le themi pisa më e madhe e shoqërisë. Megjithatë, kjo nuk është se duhet të përjashtoj filtrat e tjerë. Faktit të aksesit në materialet pornografike ose më keq akoma pedopornografike dhe abuzimet online që ndodhin në kuadër të ngacmimeve seksuale, pra pedofilia, është një fenomen i cili po prek në një kohë shumë të shpejt dhe në mënyrë masive edhe shoqërinë shqiptare në këtë këndvështrim. Unë do doja të ndalesha në 2 momente kryesore. E para, këto ngacmimet online vinë për shkak se këta personat të cilët kërkojnë të kryen, le themi, marrëdhënie seksuale, qoftë edhe online, kuptohet që kontaktin e parë do ta kenë nëpërmjet internetit. Kuptohet që në fillim do kemi ato chat roomet ose ato instant message, më thënë që janë shumë normale në jetën e themi të secilit prej nesh, dhe fëmijët shqiptar kontaktohen shpesh, siç u tha, kontaktohen shpesh edhe nga të huajt. Arsyet përse përfshin edhe ngacmimet online, ngacmimet seksuale online. Kuptohet që në këtë drejtim kujdesi vërtet duhet të jetë i madh, por megjithatë duhet të kemi edhe disa filtra të cilat nuk janë vetëm nga pikpamja ligjore, sepse ligji kuptohet janë ato dispozitat e kodit penal, janë ato reformat gjithmonë që ndodhin sa i takon, më thënë, legjislacionit, por duhet të jenë edhe nga pikpamja e këshillave praktike dhe atyre denoncimeve, për shembull, që mund të jenë siç është kam përshtypjen alo 160, do të thonë që bëhen denoncimet online. Duhet të ndajmë 2 momente të tjera kryesore, që janë ngacmimet, le të themi, seksuale online tek fëmijët deri në moshën 14 vjeç, kur ne i quajmë ato fëmijë apo adoleshentë të cilët nuk e kanë arritur akoma pikurinë seksuale, dhe është një fash tjetër që është 14 deri në 18 vjeç, që sipas legjislacionit quhen të mitur, por që e kanë arritur pikurinë seksuale dhe që nuk është kërcënimi ashtu sikurse në fashën e parë. Kuptohet që këto lloj ngacmimesh online kanë edhe ato sanksionet e tyre që janë nga 7 deri në 15 vjet burg, më thënë, në qoftë se kapen. Por ka edhe një gjë tjetër që pikërisht ngacmimet online janë të vështira për t'u treguar, sepse hyn pasaj tek pjesa që tha dhe kolegja e mosës, që është një gjë që nuk do ta bësh, kështu që normalisht edhe denoncimi vjen me shumë vështirësi. Kuptohet që nuk preferojnë asnjëherë të flasin me prindrit, me motrën më të madhe, me vllajën më të madh, po flasin me persona të cilët janë në shkollë, me shokut, me shoqet, ose nuk flasin fare, dhe për pjesën më të madhe nuk ke denoncime. Dhe pjesa tjetër që organet e policisë, pra të gjitha ato organet ligjvënëse, që policia gjyqësore, prokuroria, gjykata, le themi, që trajtojnë çështje të tilla, e ka tepër të vështirë në këtë drejtim të përcaktojë saktë, të gjitha elementet e kësaj vepre penale, le themi. Dhe që kjo është ka vështirësitë e veta, do të thënë ka edhe kjo ato hallkat e veta të procesit, por është një, si çdo, le themi, vepër penale ka fillimin edhe, le themi, mbarimin e saj, por që elementet janë shumë të vështirë. Në fakt kjo është e vërtetë çfarë po thuaj, sepse nga studimi që ne bëm, sigurisht një nga pyetjet ishte kujt do t'i besonit për ta treguar, sepse kjo është aspekt shumë i rëndësishëm. Dhe policia, shkolla, mësuesit dhe familja ishin, le themi, institucione. 0 pikë të përzierur. Ishin 0 nuk mund të themi, por ishin institucione që nuk u besonin. Dhe për këtë arsye, domethënë shumë e rëndësishme që të punohet paralelisht me familjen, me shkollën dhe me policinë. Dhe fëmijët vetë realisht kanë thënë që ne duam të denoncojmë, por duam të kemi një platformë që ne mund të arrijmë shumë lehtë, një mënyrë për të raportuar shumë lehtë. Sipas fëmijëve, domethënë, është që nëse do kishte një numër telefoni në shkollat e tyre që menjëherë ata të denoncojnë, nëse do kishin atë faqen online vetëm për raportimet për abuzimet online, do ishte shumë më e lehtë, duke qenë se ata janë në internet dhe ne e dimë që ata janë në internet. Por puna me familjen dhe me shkollën nuk duhet të ndaloj, sepse janë 2 vendet ku fëmijët e kësaj moshe kalojnë pjesën më të madhe. Fillon nga familja, po unë kam idenë që edhe roli juaj është i jashtëzakonshëm. Sot është pak sa paradoksale që një psikologi duhet të përballojë 3 shkolla, të paktën kështu është rregulli për Tiranën dhe për qytetet e tjera, dhe besoj rrënjose tek familja. Sot ka duket tabu, duket ndaluar që një vajzë e vogël, qoftë 7 apo 8 vjeçë, që ka hasur një sulm të tillë në internet, shkojë dhe t'i thojë nënës vetë që më ka folur një huaj dhe më ka thënë këtë gjë. Kam idenë që ne do të dhunonim psikologjikisht fëmijën tonë
për t'i thënë pse ti shkon në internet, nuk duhet shkosh të tjera, se sa ti tregonim rrugën e duhur për të reaguar ndaj një fenomeni të tillë. Në fakt, nëse do të merresh me shprehjet që duhet i thotë nëna, shpreha pse të ndodhi ty ose nuk duhet të të ndodhte ty, shpreha që nuk duhet përdoret kurrë nga nëna. Kjo është çelësi për të marrë akses, që fëmia të ketë akses të komunikojë me nënën, babain apo me familjarët. Pra familjarët gjithnjë, edhe pse nuk e pëlqen një gest, një shprehje që fëmia i tyre ka bërë, ata kur nuk duhet të marrin duke filluar që nga gjesti, mimika dhe fjalët atë se të ndodhi ty dhe ty s'duhet të të ndodhte. Pra kjo është mënyra drame madhe. Në momentin që ndodh kjo, vendoset me njëherë ai muri dhe këtu ajo tërhiqet, pra fëmia tërhiqet dhe nuk komunikon më. Pra këtu është ai ngërçi që shpesh ne themi që është familja ajo e cila i jep aksesin e para fëmijës. Nëse do t'ia japë këtë akses, fëmia të parin që do të zgjedh për të komunikuar do të jetë nëna dhe babai. Në qoftë se nuk e ka këtë akses, atëherë do të flasë me shokët, miqt, dhe më pas bëhet shkolla. Ka shkolla një rol të rëndësishëm, sepse në shkollë është mësuesi ai që pikas këto bashkëbisedimet mes fëmijëve, pikas fëmijën, problemet e tij. Pra, prandaj themi është një binom i rëndësishëm, është shkolla dhe familja. Ky binom i rëndësishëm i cili njeh më mirë dhe i vjen më shpejt në ndihmë fëmijës. Më pas psikologu. Psikologu ka një rol të rëndësishëm. Vitet e fundit mua më bëhet qefi sepse për shkak të profesionit tim ne kemi arritur të vëmë, si thua, vetën tonë në vend. Pra, psikologu ka një rol të rëndësishëm. Por si mund të përballoj një psikolog 3 shkolla? Është e pamundur. Është totalisht e pamundur sepse un kam studentët e mi të cilët bëjnë praktik në shkolla dhe thonë profesoresh, ne nuk mund të komunikojmë me fëmijët ashtu sikurse duam ne, sepse nuk kemi kohën e duhur të njohim ata. Në fakt një psikolog duhet punoj individualisht me secilin fëmijë në shkollë, kohë të cilën nuk e ka, nuk e gjen. Mendon në 3 shkolla më pas. Mendon në 3 shkolla që është e pamundur. Është e pamundur edhe është një realitet i frikshëm në të cilën ne duhet flasim edhe duhet të ndërgjegjësohemi. Shtoj dhe diçka të vogël, të përdorësh të navigosh në internet jashtë limitit kohor, në një kohë të pacaktuar, pra të navigosh shpesh, përbën dhe interneti sot, supozohet që është varësi, krijohet varësi dhe ndaj interneti, siç krijohet varësi ndaj substancave psikotrope. Sot në manualin e çrregullimeve të personalitetit është vendosur si çrregullim dhe varësia digjitale. Ne ndoshta nuk e vlerësojmë, por nëse këto orë të qëndruara, pra kjo kohë e pa limit për të qëndruar përballë pajisjeve digjitale, internetit dhe çdo pajisje tjetër digjitale përbën varësi. Nëse kjo prish performancën tonë sociale, shkollore, familjare, atëherë jemi përballë një risku. Po, Amerikë është hapur një. Jemi përballë do rehabilitimi ndaj. Po, fëmijët kanë nevojë të rehabilitohen, një lloj sikurse rehabilitohet një i varur nga alkooli, nga droga apo diçka tjetër. Pra, edhe interneti është diçka e tillë. Dhe nëse vini re fëmijë të cilët nervozohen kur nuk i jep një pajisje digjitale, nervozohen aq keq sa qajnë dhe pësojnë gati një krizë paniku. Janë fëmijë përballë të cilëve ne duhet të trembemi. Dhe këtu ka një problem të cilin ne duhet ta trajtojmë. Vetëm për të mbështetur çfarë u tha nga zonja, nga shumica e rekomandimeve të fëmijëve, të këtyre 100 fëmijëve, është interesante kanë ardhur për shkollën. Jo për familjen, jo për institucion, por për shkollën. Domethënë ata duan që të gjejnë dhe përfshin dhe psikologun në shkollë, sigurisht. Duan të gjejnë mbështetje nga shkolla në momentin që ata kanë një rrezik online. Duan që në orët e tyre të lira të diskutojnë për mbrojtjen online. Duan që mësuesit vazhdimisht të jenë të trajnuar që t'i ndihmojnë kur ata kanë probleme. Është interesante të shikosh që në pjesën më të madhe të rekomandimeve pikërisht shkolla zë një vend. Dhe për këtë arsye World Vision ka me specialistët e duhur ka hartuar një modul pikërisht për mësuesit, për sigurinë online që të trajnojë mësuesit, që ata të vinë në ndihmë të fëmijëve në shkolla. Dhe kjo është një fazë shumë e rëndësishme. Lajmi i mirë është që tani në maj, po, me forma të cilat i bllokohesh dhe nuk e. Por dhe mësuesit e kanë shprehur që ndihen të papërgatitur për këtë fazë të re ku po kalon shoqëria, jo vetëm shqiptare sigurisht. Kështu që lajmi i mirë është që manuali është akredituar dhe tani në maj do fillojnë trajnime masive për mësuesit, me shpresën që mësuesit të bëhen trajnerë të mirë dhe sigurisht të përqojnë atë njohuri dhe mbi të gjitha të jenë ndihmë për nxënësit në klasat edhe në shkollat e tyre. Është super e nevojshme, është domosdoshmëri. Po. Kemi një problem tjetër në fakt, lidhur me përdorimin e internetit, jo në shtëpi apo në shkollë apo në telefon, por janë qendrat e internetit. Janë totalisht është alarmante fakti që pjesa më e madhe, nuk them të gjitha, por pjesa më e madhe e qendrave të internetit, jo vetëm që nuk kanë filtra, por le themi i lejojnë fëmijët të shikojnë websajtet që ata dëshirojnë apo që gjejnë, duke
qeshur së bashku me ta, më thënë qoftë se janë edhe të rritur aty, le themi në atë zhargonin e përditshëm bëjnë një grup bashkë dhe shikojnë të gjitha bashkë. Kjo është e patolerueshme. Në rast të parë ata bëhet fjalë për fëmijë, bëhet fjalë për persona, do të thonë që le të themi nuk e kanë arritur moshën madhore dhe ndoshta nuk, kjo pjesë i takon ekspertes, po që nuk e kanë arritur as pikurit seksuale, as marrin dhe informacione të gabuara. Por është alarmant fakti që qendrat e internetit nuk kanë filtrat e duhur, do të thonë shumica e tyre, dhe i lejojnë të miturit 7-8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç të shohin materiale pornografike, pedopornografike që është akoma më keq dhe mbi të gjitha cyberdhuna, që është dhuna në internet. Shikon fenomene të kid wrestling, më thënë që janë alarmante dhe janë për të shqetësuar fakti që nuk bëhet asnjë. Në qoftë se do të bënim thjesht një vizit, le të themi, në shumë qendra interneti ose në 3-4, do ta shikonim hapur fare, domethënë se si trajtohen këto çështje. Totalisht të lirë, edhe në qoftë se nuk i lejon familja, prindit, vëllezërit, motrat, da doja gjyshja që kanë në shtëpi. Atëherë ka shumë të thjeshtë, shkojnë, më thënë me ato lekët e vogla, xhetona, do shkojnë edhe do shkojnë në qendrat internetit për të shfrytzuar, le të themi, këtë pjesë, sepse askush nuk i ndalon. Providerat e internetit nuk kanë filtra efektiv. Providerat e internetit duhet patjetër që të sensibilizohen edhe nga kjo anë. Megjithatë, kërcënimet, le të themi, më të mëdha janë edhe lidhen edhe pak me fenomenin nga pikpamja sociale. Për shembull, shumë familje e inkurajojnë të voglin që të mësoj gjuhën e huaj, që të ketë kontakte me të huaj, sepse është arritje përdorimi internetit, është arritje që ti të flasësh me të huaj, të komunikosh, por asnjëherë nuk e di se çfarë vjen dhe kë ke mbas ekranit të kompjuterit. Dhe në këtë kuptim, pedofilët, që kjo pjesë vërtet është alarmante, fillimisht asnjëherë nuk i kontaktojnë me tema seksuale, domethënë ngacmimi seksual nuk vjen asnjëherë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe që në kontaktet e para. Kështu që normalisht nuk i dihet realisht kë ke nga ana tjetër dhe se çfarë do të sjellë ai lloj komunikimi. Plus pastaj që kemi dhe atë coverin e atyre websajteve të cilat janë të rrezikshme. Për shembull, ata fëmijët në kinema nuk të jep fare përshtypjen që ai është një website i cili nuk duhet të aksesosh asnjëherë sepse ka materiale pedopornografike dhe aty janë pjesa më e madhe e pedofilëve online që chatojnë. Kështu që janë disa websajte të cilat janë cover dhe është e vështirë që ti të shohësh qoftë si prind, qoftë, le të themi, ne si studiuese kemi më të kollajt sepse kemi informacionin më ndryshe, por një prind që nuk është ekspert i kësaj, nuk e di cilat janë për shembull ato kukullat japoneze, të cilat janë pjesën më të madhe të rasteve, janë websajte të cilat nuk duken fare që janë websajte pornografike apo pedopornografike, por në fakt nëse klikon, atëherë çfarë nuk del, mund të regjistrohesh ke akauntin e tij, po të duket një gjë atraktive dhe një gjë shumë normale, sepse është për shembull një chat room interesante dhe thotë, okay, si fëmijë që je ose si adoleshent, hajde se po futem se kishte disa pamje të lezetshme. Nuk e di asnjëherë se çfarë ndodh nga ana tjetër. Për më shumë, të gjitha këto rreziqe kanosen, le të themi, edhe në fasha orare të ndryshme. Për shembull, dihet që fëmijët, mbasi mbarojnë shkollën, aksesin më të madh në internet, e kanë në orën 14, pra në orën 2 mbasdite, deri në orën 6. Kështu që le të themi dhe sulmet më të mëdha, ngacmimet më të mëdha janë në këtë orar. Plus pastaj vjen edhe një fash tjetër orari që është nga ora 7 e mbasdites deri në orën 9, ku kemi përsëri, domethënë, një interaktivitet ndërmjet tyre. Dhe pastaj kemi pjesën më të madhe të personave, domethënë që kryejnë marrëdhënie seksuale me të miturit që janë online, që shkëmbejnë materiale pedopornografike apo foto të fëmijëve, të cilat ata mund t'i kenë vjedhur fare kollaj nga profili i tyre në Facebook apo nga situata të tjera. Media sociale kam idenë që është një alarm i fortë për këtë gjë. Ne shohim fëmijë të moshave të ndryshme, qoftë edhe 4 apo 5 vjeç që kanë profilet e tyre në Facebook dhe mua kjo më duket absurde se si mund të ndodhi. Facebooku realisht nuk e inkurajon përdorimin e tij, po marr Facebookun si dhe Facebooku më fal ka filtra, YouTube ka filtra goxha të fuqishëm. Po pra, përsërish nuk arrin të ndalojë dot. Shikon fëmijë
5 vjeç, 6 vjeç e përdorin internetin. Dhe filtr duhet jetë që Facebooku s'duhet lejoj fare në moshën 18 Jo, nuk lejon, por abuzojnë duke vendosur moshat të tjera dhe mund të Nuk e di asnjëherë këtë gjë përballë. Është roli i familjes dhe i prindit, dhe koha që u përmend që familja duhet kaloj. Sigurisht ka mënyra për ta bërë këtë gjë. Filtrat janë një mënyrë. Sigurisht ka programe që ti shikon se ku ka shkuar fëmia yt, nëse i vendos në kompjuter dhe mund të gjetën dhe falas, ose kompanitë telekomunikacionit mund t'i ofrojnë falas. Ka mënyra si ti mund ta kontrollosh kohën në kompjuter të fëmijës, që do thotë, ti mund t'i lësh fëmijës tënd vetëm një gjysmore dhe pas gjysmore kompjuteri të fiket vetë dhe ata nuk mund ta hapin sërish. Përdorimi i kodeve të posaçme edhe në qendrat e internetit, edhe në familje është një mënyrë tjetër. Pra mënyrat janë, por duhet që prindërit vetë të ndërgjegjësojnë për rrezikun e madh që u kanoset fëmijëve të tyre. A ka shenja klinike një fëmijë i dhunuar qoftë nga abuzimet, qoftë nga kërcënimet, qoftë nga koha e gjatë e kaluar në internet, por le të marrim shembuj të cilat është dhunuar të paktën një herë dhe është përballur me këtë rëndesën e fortë psikologjike edhe me prindërit e tij apo me mikeshat që ato e kanë sharë, ofenduar apo e kanë qortuar fort kur ai është bërë pre e një sulmi të tillë. Një ndër shenjat më të spikantura dhe një ndër shenjat të cilat ne duhet vërtet jo të trombemi, por të na tërheq vëmendjen, të kërkojmë të bisedojmë me fëmijën, të kërkojmë të bisedojmë më tej me mësuesit të cilët e kanë në shkollë apo kryesisht me fëmijën ne një herë në shtëpi dhe më pas me mësuesit në shkollë apo me shokët me miq, është heshtja. Një fëmijë i cili fëmijët sot janë të gjithë aktiv, janë të gjithë fëmijë të cilët duan të luajnë, janë social, kanë dëshirë të qëndrojnë me njëri tjetrin në momentin që ai tërhiqet, nuk ka dëshirë më të flasë, nuk ka dëshirë më, pra ka në një farë mënyre, ta themi kështu në zhargon është, ne i themi fëmijë indiferent, fëmijë i tërhequr, në këtë moment ne duhet të na tërheq vëmendjen dhe të kërkojmë të komunikojmë më tej me këtë fëmijë. Kjo është një ndër mënyrat. Për shembull, unë kam patur një rast, ishte një nënë e cila më kërkoi ndihmë për fëmijën e tij. Fëmia ishte rreth 12-13 vjeç, nuk donte të fliste më. Nuk fliste më me nënën, nuk fliste më me shokut, qëndronte ashtu i vetmuar dhe këta mendonin se dikush e ngacmonte në shkollë, dikush nga shokut, mësuesit nuk shkonte dhe e gjitha e dini çfarë ishte? Ishte sepse ai ishte përballur për herë të parë me materialet pornografike dhe nuk dinte, ishte i shokuar. Dhe ky shok i zgjati për rreth 2-3 muaj. Dhe nuk arriti do të dinte. Pra, imagjino një fëmijë 12-13 vjeç, i cili ende është në fazën e formimit të personalitetit të tij, vazhdon, pra është diku rreth fazës së identitetit, vendosjes së identitetit dhe ngatrimit të roleve, pra ai është aty diku rreth asaj faze kur ai përqendrohet tek një model, identifikohet me të dhe shikoni se çfarë ndodh nëse ai shikon disa modele kaq të tmerrshme dhe çfarë identifikimi do gjejë ai tek ato. Si e shikon ai të ardhmen, si e percepton ai, sepse ai e di shumë mirë që njerëzimi ka këtë, ka pra lindjen, ka martesën dhe brenda martesës ai e di shumë mirë që janë dhe marrëdhëniet seksuale. Si mund ta mendojë ai të ardhmen me një përballje të tillë? Pra, dhe kjo përbën shok për të. Ndaj dhe themi që prindrit sot duhet jenë të trajnuar. Si të trajnuar? Kur themi të trajnuar, themi si t'i marrim të gjithë prindrit i trajnojmë? Jo. Prindrit sot duhet jenë të trajnuar nëpërmjet të lexojnë, të marrin materiale, të njihen me atë çfarë është sot. Sepse ne kemi patur prindrit tanë të cilët thonë si u ritëm ne juve, ne s'dinim asgjë, por ne nuk ishim të përballur me kaq shumë risqe. Sot risqet janë të panumërta dhe ne duhet marrim informacion që të dimë të përballemi me të gjithë këto risqe. Dhe ky është një problem tjetër. Tham një pikë të rëndësishme të asaj që ne duhet bëjmë, por ka pafundësisht element. Sot nuk mund të jetë interneti një formë mburje. Ne kemi edhe pak nga prapambetja. Mua më vjen turp edhe keq ta them këtë gjë, po ne jemi të prapambetur sepse ne vlerësojmë një fëmijë i cili arrin ta përdori telefonin. Neve e inkurajojmë dhe mburremi tek të tjerët. Gjuhët e huaja. Dhe tableta, gjëja parë, unë shokohem kur vajza ime para një jave më kërkoi mami do mblesh një tablet? Fjalë që nuk e kishte dëgjuar realisht në shtëpi sepse nuk kemi. Po nuk i ka mbushur akoma 4 vjeç dhe i thash, nga të erdhi kjo ide me mami, ku e dëgjove? Po në kopësht me mami kanë fëmijët e tjerë tablet. Dhe unë me çdo prind që takohem kam mundësi të flas, i them, mos i blini fëmijëve tablet, është një dhuratë shumë e rrezikshme për ta. Pse duhet ta kenë? Tableti është një gjë. Të lidhet interneti, mund të jenë filmat për sigurisht, por në momentin kur fëmia e ka bëhet i varur.
Bëhet i varur nga ajo sepse është një lodër zbavitëse për ta. Është një lodër re i tërheq. Vëmendjen, kështu që është një gjë që ne po inkurajojmë vetë. Ndoshta nga dëshira mirë që ne kemi për fëmijët, për t'i rritur ndryshe nga sa jemi rritur neve, etj, por duhet parasysh. Shiko, Berda, nuk është thjesht fakti që ne nuk duhet t'ia blem. Fëmijët përballen me modele të tilla sot, të cilat nuk mund t'i shmangim tot, sepse nëse unë do t'i shmang, nuk ja shmang një prim tjetër, je nënë e keqe. Dhe unë do mundohem që fëmijën tim të mos ta lë të eci me këtë siç thotë çdo prind, të mos ta lëm mbrapa fëmijëve të tjerë. Pra, t'ia blej dhe unë. Por ama, pse tham që janë aq shumë faktor risku. Dhe kjo është i faktor risku. Por unë duhet të di të përballem, duhet të di ta përballoj dhe ta menaxhoj situatën me fëmijën tim kundrejt kësaj pajisje të re digjitale që ai ka në dorë. Pra, duhet ta gjej unë kohën që ta shikoj. Prindi duhet jetë kontrollues i heshtur i fëmijës. Pra, fëmija nuk duhet ta di kur që prindi po e kontrollon, ndërkohë që ai duhet jetë tërkohës aty duke e kontrolluar. Pra, edhe kur ai ka marrë atë telefonin dhe po shikon diçka, ti kështu si padashje të kalosh në dhomë dhe ta shikosh se çfarë po bën. Ose si padashje mund t'i marrësh kodet nuk janë të pranueshme deri në moshën 18 vjeç, pavarësisht se thon, po 18 vjeç duhet kemi kode, nuk ka kode. Deri në momentin që ne jemi akoma minoren, nuk mund të vendosin kode. Ti kodin e ka vetëm prindi yt, pra prindi është ai i cili të kodon, dhe mënyra për ta kontrolluar fëmijën duhet jetë gjithnjë e heshtur. Dhe kjo lloj mënyre është mënyra më e mirë që ai të jetë gjithmonë në kontrollin tënd, por ndërkohë mos ta di që është aq shumë në kontrollin tënd. Ama fëmijët, edhe ka qenë surprizë për mua, janë bërë shumë të sofistikuar në mënyrën se si ata komunikojnë me njëri tjetrin. Dhe ata kanë gjuhën e vet, kompjuterike, me shkurtime, që duhen trajtuar edhe për këtë prindërit. Po, sigurisht. Domethënë është një kod i tërë gjuhësor për fëmijët që komunikojnë në internet. Që është tjetër. Pafundësisht, megjithatë, ne thamë që ndoshta ligjërisht, sigurisht një person i cili abuzon një të fëmitur, qoftë në internet apo edhe në forma tjetër, por në internet është 7 mos gaboj deri në 15 vite. Po, në qoftë se bëhet fjalë për moshat deri në 14 vjeç, atëherë sanksioni është 7 deri në 15 vite burg. Në qoftë se bëhet fjalë për të gjitha ata fëmijë, më thënë, që janë nuk kanë arritur, le të themi, pjekurinë seksuale, pra nga mosha 14 deri në moshën 18 vjeç, është 5 deri në 15 vjeç. Kuptohet që tani pjesa ligjore bën, le të themi, atë rrugtimin e duhur përsa i përket dënimit të këtyre personave. Unë do doja të më shoja faktin, në qoftë se edhe na ka ngelur pak kohë për teleshikuesit, çështjen e çfarë sjell përdorimi i internetit në kuptimin jo të rolit pasiv, domethënë të abuzuarit, por që fëmija kthehet nga ana tjetër, bëhet edhe një fëmijë shumë aktiv dhe është ai pastaj që vetë kryen vepra penale ose më them vepra penale në kuptimin juridik, por që të tillë që edhe prindit të shkundet dhe të marrin informacionin, bën ai ngacmime të tilla, domethënë tek fëmijët e tjerë, ose bën ato që hapur ne e quajmë janë mashtrime dhe vjedhjet online nëpërmjet marrjes së kodeve, nëpërmjet klonimit të, le të themi, të kartave të bankave, ose për shembull vjedhje, siç ka ndodhur domethënë para disa viteve, që vërtet ne kemi tani nenin 143B për mashtrimet që po krijohet edhe praktika gjyqësore dhe që ka efektivisht domethënë raste, por që po shkaftësohen, le të themi, dhe po kthehen hakera edhe fëmijët shqiptarë, gjë që fëmijët, e them në kuptimin e përgjithshëm, domethënë, adoleshentët shqiptarë, domethënë, është edhe kjo një pasojë e cila duhet parë me shumë kujdes, sepse të gjitha krimet kibernetike nuk kanë vetëm të abuzuar, le të themi pjesën e pasives, por kanë edhe pjesën abuzuese të cilët dhe ka një problem shumë të madh që nuk përfshin vetëm Shqipërinë, sepse në qoftë se do të kemi vjedhjet online apo mashtrimet online, këto implikojnë në të shumtat e rasteve dy shtete totalisht të ndryshme. Më thënë, mua mund të më vjedhin online nëpërmjet marrjes së kodeve apo klonimet e tjerë. Një person që mund të ndodhet në Azi, në Kinë, që realisht është shumë e vështirë për të krijuar ato urat e bashkëpunimit nga kuadri ligjor ekzistojnë, por që është shumë e vështirë nga pikpamja faktike për të arritur deri tek personi i cili realisht e ka kryer këtë krim kibernetik, dhe ai mund të jetë fare mirë një adoleshent 17 vjeçar që nga pikpamja
është një i mitur, nuk ka rritur moshën madhore që është 18 vjeç, por kanë legjislacione të ndryshme në shtete të ndryshme, e shohin në mënyrë të ndryshme këtë lloj fenomeni dhe është e vështirë për të kapur dhe sipas studimeve të fundit, të gjithë hakerat, pra ata që kryejnë realisht këtë lloj krimesh kibernetike, pra këtë lloj abuzimesh online, janë përgjithsisht meshkuj dhe të moshave të cilën nuk e kalojnë 25 vjeçën. Dhe kjo është për ta ardhur keq. Megjithatë, rezoluta është dorëzuar në forumin që u bë në javën e internetit të sigurt në shkurt, i është dorëzuar Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Inovacionit dhe Administratës Publike, Edukimit dhe do të ketë një ndërhyrje Ministria e Inovacionit është përkushtuar dhe Ministria e Brendshme që do t'i marrin seriozisht rekomandimet e fëmijëve dhe lajmi i mirë është që tashmë është akredituar dhe moduli me të cilin ne mund të nisim trajnimet për mësuesit, një kërkesë e ardhur nga vetë fëmijët dhe një nevojë që ne e kemi parë. Alcirt është përkushtuar që të vendosi informacione për sigurinë online, për prindërit, për fëmijët, në faqen që ata kanë, dhe janë informacione shumë praktike, të cilat çdo kush mund t'i kuptojë dhe ka të cilat çdo kush ne kemi përdorur para 2 vitesh vetë me prindërit në mënyrë masive, sepse ne punojmë edhe me prindërit e fëmijëve dhe janë informacione shumë të thjeshta, domethënë që të gjithë mund t'i kuptojnë. Kontrolli i heshtër mund të jetë këshilla e duhur për prindërit e sotëm? Po, për prindërit e fëmijëve, para adoleshentëve dhe adoleshentëve. Pra, nëse bëjmë një komunikim të mirë dhe një kontroll të heshtur, kanë përshtypjen që do rrisim fëmijë, jo pa probleme, sepse një adoleshent nuk mund të kalojë pa ato, po problemet janë problemet vërtet e adoleshencës, jo ato problemet që i të kalojnë këtë masë. Vëmendja duhet të jetë maksimale nga prindrit dhe kaluara e kohës cilësore me fëmijët e tyre, mbi të gjitha është një tjetër proces shumë i rëndësishëm. Faleminderit që ishit me mua sot në studio dhe diskutuam për këtë temë të rëndësishme që ndoshta mund të kërkonte orë të tëra diskutimi, por le të shpresojmë që kemi ndikuar sadopak për t'ju ndërgjegjësuar në kontrollin që ju duhet keni tek fëmijët tuaj, sigurisht në termat pozitiv të përdorimit të tyre. Faleminderit dhe ditë të mbarë. Faleminderit. Të dashur miq, ditë të mbarë edhe juve, nesër në orën 8 sërish së bashku.